Një fjalë vetme u desh që të humbë komplet respektin për një njëri që pa të fillu të krijoj respekt për ta ulan ballën. Vetëm një fjalë. Sa kujdes duhet një jetë vlezër e motra. Kryesisht ju të ritë, se ne të vjetër t'ikëm nga kjo botë. Por sa kujdes duhet në këtë jetë. Vetëm një fjalë. Tha dje në kuvent ta ulan balla kundrejt të gran shehut, ju përgjigje gran shehut o për shehaj. Edhe ajo fjalë, ajo përgjigje, ajo fjali, boni që unë me një herë të ndroj 4 sipërshëm duket është fjala që thuhet, opinionin tim për ballën, që unë kisha fillu ta shoh, edhe prapë mendoj deri diku, si njeriu që mundësh të sjellte një tjetër fytyrë për Partinë Socialiste në këto kohë të turbullta që po kalon kabineti i Ramës. Edhe një herë duhet shumë kujdes, sepse vetëm një fjalë e thon, pa kujdes ndoshta për momentin, ndoshta nga emocionet, se nuk kontrollojmë emocionet, jemi emocional, jemi njerëz. Mund bëjë ata që ti kur mos mund të ndërtosh atë imazh që shkatron. Për shembull, më kujtohet ka qenë një Erjon Braçe. Unë kur e gjej Erjon Braçën dashti, kur flet aty në parlament, them po s'është ky Erjon Braçe që ka urrë me gjithë shpirt. Sepse unë vetëm një herë pa të gjuar një Erjon Braçe në Shqipëri, që foli me një lloj smire kundër Berishës, një herë kam qenë në Shqipëri, edhe pa të gjuar para, kush e di se sa vjetësh, ishte Berisha më duket në pushtet. Edhe nuk më gjau argument bindë saj që tha, po më gjau një smio, një likësi, që ndoshta gjithë herët e tjera i mund të ketë folë shkëlqyshëm. Edhe kaq, ka qenë që shkatroj çdo gjë dhe unë s'doja t'ja dëgjoja më emrin e tij njeriu, se jemi njerëz. Edhe nuk i kontrollojmë dot ndjenjat dhe ndjenjat na kontrollojnë neve. Pra duhet kujdes, se mundesh ti gjithë jetën të thush çdo gjë si një filozof dhe njeri me shpirt të madh, po vetëm një sekond, vetëm një moment, ti thu diçka që s'duhet ta kisha thënë, por e thot emocioni, se jemi emocional, edhe humb gjithçka. Dje në parlament, deputetët e Partisë Demokratike boni një lloj kërkese si thirrje proteste, që të vi Edi Rama interpelancë, me si e kam su këtë fjalë dhe të harroj shpejt se harroj dashti, edhe deputetët e Partisë Socialiste kundërshtonin. Por u ngrita Gran Shehaj, edhe tha diçka, Gran Shehaj, për mendimin tim duket si kandidati pavarur, do më falni deputeti pavarur, por ai përfaqëson partinë e tij, një parti e vogël mundësia që duhen shtu partitë. Populli duhet jap më shumë vota për partitë e vogla, edhe për deputetët, për arsye se s'kemi opozit. Partia Demokratike, me ose pa fajnë vet, vetëm sa ja shton jetën për shtet Partisë Socialiste dhe të tregoj sepse. Por duhen shtu këto partitë e vogla, duhen shtu kandidatët e pavarur, popullin, qoftë socialist, qoftë demokrat, duhet sillni sa më shumë partitë vogla në parlament, dhe duhet sillni sa më shumë kandidat pavarur si ç'është ky Agron Shehaj. Agroni nuk më ngjan që shkon me vallën e Partisë Demokratike,
por shkon kundër korrupsionit në këto momente, edhe kërkoj edhe agroni si këto të Partisë Demokratike, si këto deputetet, kërkoj aty që duhet vi kryeministri apo diçka e tillë. Edhe Taulan Ballaj u ngrit dhe tha, diçka, fjalë për fjalë se ma e men, diçka qepe gojen ti se dim se kush je ti, shiko tash, se si ke ardhur ti në parlament, se sa pare i ke dhonë ti Lulbashës, që të sillte në parlament se do të pendohet Luli, pastaj edhe do të rregoj se si erdhe ti. Kjo është një akuzë e vogël personale për njeriu të vogël që nuk isha mendu që Taulan Balla është kaq i vogël, që mund të ishte vërtet. Edhe kjo mund thuash, kur mund thuash kjo? Kjo mund thuash në qoftë se dilte Agron Shehaj. Edhe thoshte, unë jam i ndershmi, unë jam i pastër, më ka dhënë votën populli pa parti ose me parti të vogël. Këtu i hapesh goja. Çdo lloj kundërshtar e ti të thotë, e dim si ka ardhur. E dim se si ka hyrë pushtet. Por kur ai po flet që Edi Rama të vi e të jap llogari pse nuk e shkërkon, çka quhet ke ballukun, këtu ti ke dal komplet nga tema, edhe po flet për diçka tjetër, që s'ka pik kuptimi dhe je shumë i vogël, po flet për karakterin e tij si ka ardhur në parlament, në vend që të thush ti s'ke të drejtë për këtë arsye apo atë arsye, se kur Edi vjen këtu ju nuk e dëgjoni, pse duhet vi, fjala vje. Por jo e din në kush je ti. Kaq boni, kaq u desh, që nda humb respekt një herë për gjithmonë. Ndoshta dhe duhet mjaft për Taulan Ballën të ndryshoj imazhin që pati kriju të Sami Gjoka. Do thonë ju i rruhet trapi Taulan Ballës për ty. Jo, vlezër e motra, nuk është ashtu. Sepse kur them unë që unë humba respektin, duhet mendosh që edhe të tjerë që mund të shikonin, prej të cilëve ti kërkon mbështetjen, e humbin respektin, ato e kanë nevojën të duhen, të pëlqehen, të duhet rokitën, të rizgjidhen, nuk është ashtu që nuk e qa kokën. Ato po se qanë kokën, ato janë gabim. Por mund t'jen propotent, se din që nuk e humbin pushtetin sa ko, kanë Partinë Demokratike që lufton. Për arsye se Partia Demokratike sot, një nuk ka imazhin e vetë më të mirë. Ashtu sikurse ato qeveritaret e Ramës, ministrat e Ramës janë spak, krye koka e Partisë Demokratike është në spak. Partia Demokratike ka gati gjysmë shekulli që s'është në pushtet. Njerëzit janë varfëru, njerëzit janë largu, njerëzit kanë hik jashtë shteti ata që përkrahin PD-n. Nuk është forcë që mundet ashtë jo për fajnë e vetë, të rëzoj Partinë Socialiste, të korruptu me kokë e kom, por që e mbrojnë të korruptumit kurvët e Evropës. Se dun shkatrimin ton. Por ajo që desha të them, vëllezër e motra, duhet shumë kujdes në këtë jetë, se për një fjalë të vogël, humb familjen, humb gruan, humb burrin, humb fëmijët, humb farafisin, humb tezën, humb xhajin, për një fjalë që thu pa kujdes. Bota është shumë e padrejtë. Flas për ju që jeni të rinj që më dëgjoni mua, se mosha ime, më falni për shprehjen, ka pjerdh, ka marrë fund. Presim ditët e fundit. Por ju që keni jetën përpara, duhet të keni shumë kujdes kur flisni. Jeta është shumë e padrejtë. Njerëzit të ndershëm në këtë jetë shkilen me kom, njerëzit e mirë lihen me njan, besnikët tradhtohen në këtë jetë. Është e çuditshme kjo botë.
është shumë e kundërt. Për shembull, po të shikosh lart në qiell ditën me diell, nuk shef asgjë. Kur ne duhet shohim kur ka dritë, po shef asgjë. Kurse në terr në errësin, po të shofësh lart, shef gjithë qiellin pafund, plot yje. Edhe ti thua, e gjeta u dashka terri, u dashka errësina që ta bëjt ndritsh me yllin. Edhe ti mendon pastaj, është prap gabim, çdo gjë që të mendosh është komplet pa gabim, se ti mendon pastaj, aha, terri, errësina, që ka ajo që e shif ka dritën, por nuk është e vërtet. Pse nuk është e vërtet? Për arsye se nuk di si të shpjegojnë juve, po ju që se tash ju shkoni në shkollë, kur shkoni në shkollë do të mësoni, por toka është një krincë e vogël, një krincë e rëre, edhe dielli sa një portokall. Toka, dielli e toka, kthehet toka, rrotullohet, herë me fytyrë nga dielli, kur rrotullohet, herë me fytyrë larg diellit. Kur është nga dielli e ndrit. Kur kthehet nga ana tjetër e diellit, i bjen hija. Po është një hije e vogël që nuk mund të mbuloj kur gjithë kozmosin. Pra nuk janë yjet në terr. Yjet lëshojnë dritë shumë se sa dielli. Pra nuk është terri që i bën të dukshëm, jeti në terr. Pra kur jeti në errësin, atëherë ti e shef dritën. Shifni sa e komplikume është kjo punë. Asgjë nuk është e saktë. Asgjë s'është e vërtet. Por ajo që është e vërtet, edhe ju që duhet mësoni në këtë jetë, ju më të rinjtë se unë, është kontrolli i emocioneve. Emocionet, po të flasësh, për shembull kur flet dikush, ti shkon në një vdekje, ka vdek njëri, dikush është më i afërt, me gjak me atë që ka vdek dhe nuk derdh një pikë lot. Ti mund t'jesh i larg edhe dhe qan, prekesh në shpirt, si sa mi gjoka që preket let, edhe qan si kalama. Emocionet janë të ndryshme, njerëzit i shprehin në mënyrë të ndryshme. Edhe emocionet kanë lënë thjesht si nevojë për të shpëtuar ty biologjikisht që të reagosh. Kur kemi jetu për shembull në xhungull edhe vinte riua, ujkua, gjarpria, do të reagosh. Pra është stimulimi për të reaguar dhe reaksioni. Edhe sa herë tashti thuhet ndaj gjë, kundrejt teje që të prek ty, që ti se meriton. Mund t'jetë një vlla, një motër, një çonxhaj, një çontezje, një çonhalle, një shok që thot një fjalë, t'akuzon për diçka, që ti se ke bërë, ti reagon me njëherë. Emocionet, kjo shkatran gjithçka. Edhe kur reagon në momentin e emocioneve, si që mendoj unë reagoj, ta ulan balla, po i bëj justifikimin që duhet pas shumë kujdes kur je figurë e madhe, politike, shtetërore, ku do di unë. Pra, reagimi ka shkatru familjet, reagimi ka nda burë e gru. Pra, reagimi ndaj stimulimit, diçka ndodh që stimulon. Edhe unë pra, edhe njëherë, unë djeva jashtëzakonisht keq. Unë mbaj veten pak me lloqi, gjoja di diçka, kam lexuar diçka, kam pa diçka, jam rraf me shumë fatkeqësi, me shumë dhimbje, me shumë në këtë botë. Kushdo që je ti, nuk je askushi. As Edi Rama, s'është asgjë, as Taulan Balla, as Sali Berisha. Askush nuk është askushi. Është i rëndësishëm vetëm kur tjetri i ka nevojën. Kur s'ka kush nevojën ti je i parëndësishëm. Për shembull, e zem, që ti ke shku, e ke marrë një detyrë me rëndësi atje në Manës, e bë kryetar bashkie. Edhe fshatarët ka nevojën ty, se dun një nder këtu, një nder atje, diçka gjona të vogla.
të respektojnë, të dunë, kur i ban punët, kur i marrë punët. Kështu ke boti kur ke pas për shembull mundësin një mosh njerëzit të tuaj të afërt, të kanë dash, kur ke qenë gjendje ti një mosh, kur janë varë nga ti. Por pastaj, kur ata s'kan më nevojë për ty, ose ti s'ke më mundësi të bësh atë që ke bërë dikur e kanë ata, ti habitesh, si më harun më të mirat këta, si nuk më dunë më këta. Dëri dje më donin, kur boja, për arsye se në këtë botë, askush nuk duhet se je mirë apo je keq. Këto janë budolliqet që ka njeriu. Duhesh vetëm kur tjetri të ka nevojën ty. Atëhere, kur të kishte nevojën, atëhere kur ti kishe mundësi ti bëhe diçka, atëhere të kanë dash. Po aq ishte. Është shumë e vështirë edhe shumë rrallë në këtë botë ku na jetojmë, që njerëzit të dunë dhe të vazhdojnë dunë për një të mirë që i ke po kur të kanë pas ty e të nevojën. Janë shumë të rrallë të njerëz. Bota ku ne jetojmë, do të tradhtoj, do të mashtroj, do të përtallet, shokët do të kenë zili, do të flasin ballë për ballë sikur janë shokë një e dunë të mirën, do të kenë zili, të afërmit e tuaj, gjakut tuaj, do të duket sikur të përkrahin sy, por kur të mos jesh aty, do të flasin kundër teje, do të shpifin bile, por do të flasin vetëm për të metat që ke. Kjo është jeta. Por ti, bosh i mall, bosh i paprekshëm, edhe ecën përpara i qetë vetëm kur e kupton se kur në jetë njeriu i drejtë nuk është dash gjithmonë, se kur i ndeshmi nuk është vlerësu gjithmonë vetëm kur i kanë pas nevojën edhe vetëm nga njerëz shumë të rrallë të kësaj bote. E si tillë pra, gjoja vetme që duhet të bësh ti është kesh kujdes. Mos të reagosh kur je në emocione, kur je stimulu nga dikush tjetër, për arsye se e thym atë ajo që thyet kemi thonë ne, vështirë të ndreqet madhe nëse e ndreq e bot copa, është sa për sy e faqe, sa për shtiri. Mas ju thash këta, unë kthehem prapë ty ku më them, për kombin tim, për popullin tim atje ku nuk jam, për arsye se unë mendoj që në qoftë se ne, si shqiptar, në shtetin e Shqipërisë, jemi të dobët, jemi të përçam, ne kur s'do të arrijmë, jo që të bëhemi si kamp, të bashkojmë prap tokat e tona kudo që i kemi, të paktën nëpër Ballkan, por ne po humbim krejt identitetin ton, po shpërndahemi, po përçahemi, po bëhemi kot. Edhe kjo më dhem edhe kam frikë, është shumë e vështirë, por kam frikë që jetën Partisë Socialiste në pushtet, po ja zgjat Partia Demokratike, po ja zgjat Sali Berisha, po ja zgjasin deputetet e PD-s, po ja zgjat populli shqiptar që do PD-n, ato po ja zgjasin jetën Partisë Socialiste në pushtet. Për shembull, si dhe pse, unë mendoj që nuk ka përkraje më të madhe se sa i jep Partia Demokratike tash Ramës me problemin Balluku. Në qoftë se Partia Demokratike mendojon do të kishte hesht, në qoftë se PD-ja s'do të çante kokën, e Kandafin mos i bonte thirrje hiqe Ballukun, po vetëm thoshte ja, kjo është qeveria, me këto qeverisët, se edhe po ta heqi Ballukun, ai do të bjeri një më të korruptume se Balluku, mër idiotë dhe juve jo boni shefin e dhun drejq.
por në momentin që ju i boni thirrje, hiqe ballukun, atëherë nuk është më Edi i luftuar nga gjykatët, por i thot popullit vetë shifni, ne dim kush do ta heqi balluku, edhe gjithë socialistët anë mban Shqipërisë pastaj, edhe pse nuk e pranojnë korrupsionin, njerëzit të thjesht, edhe pse janë kundër krimeve shtetërore për vjedhjen e pasurisë tyre, duke pa që tashti po e sulmon jo gjykatat shqiptare, por po e sulmon PD-ja që s'ka fuqi të bëjë asgjë, ato i dalin për kraje. Pra Edi tashti e ka si mbrojtje këta. Kur Irani ngrihesh në revolucione, ose për të bërë revolucion protesta, edhe ngrihesh i madhe i vogël në Iran, në momentin që dilte Amerika këtu, edhe Perëndimi, edhe suporton të protestat, binin protestat me njëherë se nuk ishte më protesta për të mirën e Iranit, por ishte protesta për të mirën e Perëndimit. Edhe këtu dhe gjykatët ju do t'i trembni në qoftë se duan Partinë Socialiste, se deshin ta heqin vetë, ajo çka quhet gjykatët, por tashi po dilka që nuk po heqin me pastru qeverinë dhe korrupsionin, por me sjell PD-n edhe Berishën pushtet. Ju duhet keni kujdes nga këta. Për arsye se po të heshnit ju, unë jam i sigurt që do krijoshin fraksione të mëdhaja në Partinë Socialiste, edhe jo thjesht sepse janë më të mirë apo më të ndershëm të tjerët, por thjesht se janë klane. Se për shembull pasurohet e zem, se ato mund të jenë një klan, pasurohet Rama me 4-5 ministra, por janë grupi tjetër që nuk e kanë këtë shans, edhe ju dha mundësia, kur gjykatët po flasin, ju dha mundësia dhe ka plot e për plot njerëz të thjesht të Partisë Socialiste, simpatizant, që s'kan as bukë të hanë, edhe po t'u vi thika atyre në palës, ata do të ngrihen kundër, do të përçahen, por në momentin që ju dilni edhe boni luftë, ai për shembull kishte frikë se ju hodh gjykata, ai ku ta gjente që dilni ju. Parlamenti mund gjanë siç ka shkruajtur Mernur ka një fabull, Parlamenti i qenëve. Unë si dëgjoj atëherë. Unë lexova Vjeshtën e Merit, po se kam dëgjuar Parlamentin atëherë, kur ai ka shkruajtur Vjeshtën, po kur e shoh tashti, më gjanë tamam si Parlamenti i qenëve, edhe kur e shoh aty, se si ka ca fytyn këta, unë vazhdimisht thom me vete dhe qesh me vete, këtu më Sami Gjoka, pa të dash shkosh ti si deputet me këtë lloj parlamenti, që është turp për turpin e vet. Edhe një herë, e gjitha ajo çka lesha t'ju them, vëllezër e motra, në këtë botë, duhet të keni kujdes. Mos lini emocionet t'ju kontrollon juve. Mundoheni të kontrolloni ju ata, për arsye se për një moment, për një fjalë, që thoni kur ju kontrollun emocionet dhe kur nuk kontrolluat ju emocionet, mund humni gjithçka. Mund humni njerëzit më të afërt e më të dashurit tuaj, që mund ka që fytën e të vritën me ty, për shkon vritën me botën, për të prekur kush, edhe i humni për gjithmonë. Kujdes nga emocionet, Sami Gjoka ju përshnet. Edhe ju uroj një ditë mirë, se këtu sot pas ka ra pak borë.